Jemi rikthyer në pjesën tjetër të studios, me që tani të dashur miq ka ardhur koha që të realizojmë intervistën e parë për ditën e sotme. Kemi kënaqësinë që minutat në vazhdim unë dhe Emira t'i kalojmë me autorin Besart Hysenin, me cilin flasim përveç rëndësisë së kodimit në arsimin fillor dhe të mesëm, do të flasim edhe për përmbajtjen e librave të botuar mbi kodimin. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjesi Besart, mirë se erdhe në studio dhe kështu na e ke mbush tavolinën me vepra, edhe tash edhe ma herët që vizualisht mjaft avancuar në krahasim me ato që ne kemi pas. Na trego pak a shumë se për cilin nivel të klasave janë të para. Librat janë prej klasës parashkollore dhe klasën e 9, domethënë janë të botuara. Po ashtu edhe për shkollën e mesme profesionale, mirë po ende nuk janë lidh ato, nuk janë printu, ndërsa këto janë të gatshme për përdorim qysh prej shtatorit. Domethënë me nivele të ndryshme prej klasës parafillore deri në klasën e 9. Po si të lindi ideja me i sjell këta librat për kodim? Unë arsim punoj për vitin 2008 tutje, në arsimin fillor të mesëm edhe universitare dhe duke pas parasysh mungesën e librave. Qysh fillim ka pas mungesë shumë të theksuar të librave, shumë herë është marrë të landa e teknologjisë të kodimit, në tabela është shpjegu, për shkak mungesës kushteve në atë kohë. E mandej kur bënë disa kushte prap mungun librat, kështu që po mendoj që është koha me i kompletu të dyja bashkë. Në disa shkolla ka investime të mira, cilat kanë mundësi me apliku pa problem, po mjafton një pajisje shumë minimale në shkollë, më thonë një laptop, një projektor, për më mujtë me apliku dhe besoj që kish me qenë e përshtatshme edhe për fëmijët edhe për mësimdhënësit. Po çfarë metode ke përdorur në mënyrë që konceptet e kodimit me i bo sa më të qarta dhe më të thjeshta për fëmijët? Librat janë bazuar në bazë kurrikulës arsimit, dhe qëllimi është mi arrit ato shkallësitë cilat i mungojnë fëmijëve, edhe thjesht me ndërlidh me tregun e punës, me shkallësitë e tregut të punës cilat kërkohen sot në Kosovë po edhe në botë. E dim që shumë tri prej Kosovë punojnë në Evropë e në Amerikë pa problem prej remotely, domethënë prej shtëpisë. Kështu që këto libra kanë me qenë një bazë e mirë për të ardhmen e tyre. Po a mendon, nëse pse mendon se kodimi duhet me fillu më mësu qysh në moshë të hershme? Realisht, këto janë, më thënë, pikë klasës parafillore, fillon me ilustrime, me disa algoritme tjeshta, cilat janë tjetës përditshme. Pra algoritmet janë baza e kodimit, ku fillon fëmija me kuptu se çka në kupton kodimi. Pse janë të rëndësishme, menoj që e ardhmja është, më thënë, ka shkon ka pjesa e digitalizimit, edhe këtë bota, domethënë, ka investime të jashtëzakonshme në fushën e digitalizimit, edhe besoj që do të jetë një bazë e mirë për të rritë tonë. Po sa kohë të kanë marrë krejt këto? Thuaj se pak më shumë se një vit, domethënë, jam duke u marrë me to. Realisht kam pas ide edhe më herët, mirë po nuk kam mujt me realizu, për shkak të mungesës bashkëpunimit me shtëpi botuese. Edhe pas që gjithashtu, domethënë, bashkëpunim me magjinë e librit është shtëpia botuese, atëherë mrena një vit e gjysmë, domethënë, prafërsisht janë realizu. Ma herët para se me fillu intervistën të pyeta u kone vështirë me i sjell krejt këta libra, thash shumë. Po, sidomos prej klasës të parë deri në tretën ka qenë problem sepse u dashka me ra pak nivel. Po, me i thjeshtu. Nis me kuptu, me thjeshtu punën. Ajo ka qenë pak më vështirë dhe ko marrë kohë ndoshta gjysmën e tjerave. Për shkak se u dashka me përshtat shumë. Kjo ka qenë pak më e vështirë. Pjesa tjetër ka qenë më e lehtë sepse fëmijët janë më të rritur edhe i kuptojnë më lehtë punën e kodimit, edhe po ashtu edhe mbajnë trajnime, kurse ndryshme. Ka qenë pak më lehtë. Duke qenë se kjo ka qenë iniciativë vetanake jotja, sa ka qenë e vështirë për me i fut në sistem të arsimit? Realisht kjo është lanë zgjedhore dhe qëllimi është tash mësimdhënësat e landeve zgjedhore e zgjedhin landën, disa prej landeve aty për paraqitjen në listë. Pjesa e kodimit thuaj se është shumë e rëndësishme, mirë po tash po duhet me bo ashtu top të rëndësishme, mirë po prapë është pa e rëndësishme për shkak të rëndësisë digitalizimit, edhe siç e dim është pjesa përveç kodimit ka edhe informacione për sigurinë kibernetike, për sigurinë në internet, pak a shumë për nivelin e fëmijëve. Ka informacione edhe të tjera, domethënë flitet edhe për inteligjencën artificiale, për robotët, për dronat e kështu me radhë, domethënë është një farë pako e përgjithshme në fushën e teknologjisë. Pa janë më shumë libra me teoria apo praktikë? Po janë këtë praktikë, këtë janë detyra praktike, aktivitete në klasë, ku fëmijët përveç në klasë kanë mundësi edhe në shtëpi me punu me prindrit. Përveç këtyre libra, domethënë janë edhe libra të mësimdhënësave, ku janë pjesë planet vjetore, mujore, edhe planet ditore për çdo njësi mësimore.
Po ashtu edhe ofrojnë edhe trajnim, dhe më thonë për shkollat cilat e zgjedhin, që me mujt me apliku pak ma lehtë, dhe më thjesht me ndihmu në atë aspektin e implementimit të klasë. Okej, përveç vizualitetit edhe grafikës mjaft avancume në kopertin, edhe mrana kish mjaftushëm figura edhe krejtë... Realisht gjitha janë me aktivitete. Nalo se po du edhe kamera me i po sa bukur janë t'ilustru me krejt. Qështu... Kjo është e klasës parë shumë e thjeshtë, realisht me aktivitete. Teoria është për mësuse, normal. Po, ma ne krejt këto ilustrimet po besoj që janë krejt për fëmijët edhe me qenë ma i letë shpjegime, po edhe shumë të bukra, bre shumë të lezetshme edhe mi po, kështu. Që e mirë këthe edhe njerë kështu ma mirë ka kamera. Po thoi regjia. Që kënej, hajde Nita. Te Nita. Ke bashkë të robotit. Që bashkë të robotit, sa mirë që e hapa qëto. Ideja është thjesht me zgju kreativitetin, pak edhe mendimin kritik, sepse nuk jam veç me zgjidhjen e tyre thjesht, po zgjon mendimin kritik thjesht për me kriju pak më shumë. Që sa e bukur edhe kjo. Si kanë reagu arsimtarët, mësuesit, edhe nëse kur i kanë po librat? Lip fëmijët hala si kanë po, nuk besoj. Mësimdhënës ka pas interesim po shumë vena ndryshme, po hala nuk jam paraqit para nxënësve. Po, a ke pas, po menoj, a ke tentu me bashkëpunu edhe me institucione për aspektet të ndryshme që me të ndihmu pak? Realisht, për këto s'ka pas bashkëpunim, unë jam trajneri shumë fushave, dhe më thonë, të teknologjisë në Kosovë, dhe thuj se një kogja shumë sistemin arsimit edhe nivelin e shkolla në Kosovë. Dhe më thonë, prej 2012 të tutje në baj trajnime, ka venën të Kosovë, dhe më thonë, që kanë boj investimet njaftushme, po ka munges në disa pjesë. Se për këtë institucionëve menoj që do të me bërë landë obligative, jo landë zëdhore, qysh prej klasës parë, duke pas parasysh rëndësinë e kësaj fushë, së mos të pjesës e sigurisë kibernetike, ka disa elemente cilat besoj që kanë më ndihmu fëmijëve me kuptu pak ma drejtë. Po edhe sigurinë në internet në kuadër të sigurisë fëmijëve personale, aspektin personal, ta është të shojmë, nuk e di. A mendon që ka me pas sukses këj projekt jote? Unë besoj që po. Do të ketë sukses, për shkak se fëmijët janë shumë kërështarë me mësu gjana të reja, ata ka nevojë me uzu dikush. E vërtet. Çka t'ju ofrosh ta marrin. Po. Nëse kur gjë si ofron ata, kur gjë s'marrin, nëse ofron diçka prapa arrin diçka me fitu, është besoj që kanë me qenë shumë mira sepse janë ketë me aktivitete praktike. Teoria është thjesht sa për udhëzim, nuk ka më shumë. Okej. Po sa ja u mundsojnë kushtet e institucioneve shkollore që i kemi ne këto për me praktiku krejt këtë plan program që ti e ke bu? Po thash edhe marrën disa shkolla ka investime, disa komuna kanë bërë investime të mira, mirë po prapë se prapë ka mungesë. Disa vene të ndryshme, nuk po du mi cek. Mirë po mjafton një kompjuter, 2 për me mujtë me apliku, sepse janë me shembull praktik vetë në libër. Më thënë, kompjuterin e kanë vendosë në libër, duke pas parasysh në mungesë të disa shkollave, mundu me bara speshu, po të njëjtën kanë mundësi me apliku direkt në kompjuter. Në klasa 7-8 nënë veç fillon edhe me programim në Python, databaza e kështë më radhë, dhe më thonë besoj që ka me qene realizushme. Po tash pas realizimit të librave, cilat janë planet e ardhshme? Ki ndonjë plan për shembull, a pritet ndonjë libër tjetër ose ndonjë platformë digjitale? Realisht jam duke i përfundu librat e shkollës mesme, shkollave profesionale, të kodimit, programimit. Përfundim doktoraturës, jam veç mbrojtjen e kam në kuadër të Open Data, por besoj që do të ketë tjera. Në bazë të përvojës tënde si legjërues edhe se i përfshirë gjithmonë në arsim që sa vite, në cilin nivel që ndrojnë të rinjët përsa i përket teknologjisë, kodimit edhe këto aspektet? Në cilin nivel, besoj që 3 tonë janë ma mirë se sa në rajon, mirë po prapë se prapë kërkohet një investim, kërkohet një vëmendje pak ma madhe në mbështetjen e tyre edhe mbështetjen e shkollave, sidomos furnizimin e shkollave edhe monitorimin e tyre. Sepse të na ka investime shumë të mëdha milionëshe, mirë po nuk ka monitorim edhe nuk mirë mbahen ato gjatë kohës kur ato përdoren, edhe normalisht mas një kohë shumë shkurt ato po demolohen. Edhe kjo është mungesa te na në arsim, edhe kjo është problemi që e penalizon dhe më thonë mundësinë e realizimit shumë projekteve. 3 tonë janë shumë kërështarë dhe ka shumë talenta. Të tregojnë edhe vetën në Evropë, pavarësisht sistemit arsimit,
ndonjëherë që thuhet që po dështon për shkak të disa elemente, po prapë se prapë trit janë të taft për me arritë sukseset mira. Po, çka kishte ndryshu tek ne në sistemin arsimor? Unë mendoj që Çka duhet më ndryshu tek na? realisht mendoj që do të pak a shumë me ndryshu qasjen edhe të mësimdhënies, edhe të politikave arsimore, ndoshta me i zvoglu pak numrin e landëve, ose me bo një farë sistemi pak më ndryshe, për shkak se ka shumë ngarkesë të madhe të librave të qysh për klasës parë. Nuk e di. Ndoshta edhe mungesa disa trajnimeve e pajisjeve shkollore, të cilat do të me qenë stabile, jo vetëm sa për mu dokt, po me qenë stabile edhe me qenë të monitorume, praktike. Po, e vërtet. A mendon që duhet me i dhonë ma shumë prioritet lëndëve të teknologjisë, edhe kur kena me mrina në qatë pikë si pas parashikimit tonë? Realisht, duhet mi dhonë rëndësi shumë madhe, sepse digitalizimi është element tani më kyç edhe i ditur që s'ke ka më shku tash tutje. Ka ndryshime shumë nëjës dhe mos me inteligencën artificiale, duhet me qenë shumë ma pregadit se sa të kalume që kemi qenë, për shkak të shpejtësisë të teknologjisë, dhe më thënë që ka ndryshon shumë. Nuk e di, besoj që duhet ministria me investu shumë ma shumë në këtë drejtim, po tha ministria sepse komunat nuk kanë mundësi me bodin gjatë tillë. Besoj që ata kanë punu mirë, po duhet një vëmendje pak ma madhe. Sa i përket librave, a e kem plan për shembull me i përkthy librat ose me i adoptu në gjuhë tjera për vendet jashtë Kosovës? Po, në qoftë se ka kërkesë, pse realisht unë kam një marrëveshje me një shtëpi butuse tjetër jashtë për një libër, mirë po nuk e kam përfundu për shkak se u desh me përfundu këto. Është Taylor & Francis, është një shtëpi butuse, një libër që ka të bëj me nivel të universitar, sepse legjeroj edhe Mitrovic. Po ato e kam pauzu për shkak të ty nëse s'kesha mundësi mi përfundu të gjitha. Po nëse ka kërkesë për përkthimin e tyre, pse jo? Ndoket që ta ma herë që prej shtatorit ka me fillu edhe kanë me konë këto, do me thonë, ka me u paraqit para nxënësve. Në cilat shkolla kryesisht ka me konë qasja e pare këtu në librave? Varësisht prej shkollave cilat e zgjedhin kodimin. Sepse ato e zgjedhin landën zgjedhore. Kam dëgju se ka shumë shkolla komuna që kanë paracaktu, do me thonë, kanë kërku që me qenë elementi rëndësishëm, do me thonë, e kanë konsideru si të rëndësishme pjesën e kodimit, sepse jo vetëm kodimi si kodim përdoret në kuadrë të sajna, po teknologjia integrohet edhe në lanë tjera. Matematik, në fizik, në lanë të tjera, edhe për këtë arsye është edhe më rëndësishme si lanë. Tash shkollat e zgjedhin vetë. Cilat janë prishmëritë tua për këto libra, momentin që kanë mi uranë në dur? Po, duke pas parasysh librat janë bërë në bazë të kurrikulës së arsimit të Kosovë, besoj që do t'jetë një përparësi shumë e madhe edhe do t'jetë një mundësi e mirë që ata t'jenë më taft për tregun e punës të ardhme, sepse aty është pikë synimi. Besoj që kanë me pas sukses, ta shtëshojmë, ta lojmë posë. Gjatë punës, gjatë realizimit të librave, cila është pjesa mas sfiduese? Sfidë ka qenë pjesa para dhe në tretën, për shkak se u dash kemi ndërlidh pjesën praktike me nivelin e fëmisë. Po. Kjo ka qenë pak sfidë. Për ndryshe pjesë tjera, unë e punoj pejt viti 2008 dhe e marrë çdo ditë me këtë punë. Nuk ka qenë diçka problemi ma, po thjesht ka qenë pjesa adaptimit të temave në kuadër të nivelit 1-2-3. Pyeta më herët për sa i përket nxënësve dhe të rinjve sa janë të aftë në këtë pjesë, edhe thatë që qëndrojnë mirë, po a kemi mësimdhënës të mirë? Po, ka edhe mësimdhënës të mirë, për fat ka mësimdhënës të mirë. Thjesht kërkohet një vëmendje pak më e madhe edhe në aspektin e mësimdhënies, po normalisht që ka mungesë të trajnimeve, mungesë të përdorimit të teknologjisë, se ka më herët që ka investime, mirë po mungon monitorimi edhe mungon thjesht mirëmbajtja e pajisjeve shkollore të cilat investohet. Për këtë arsye mandej krijohen mangësi në implementim. Po besoj që do të me pas një lloj planifikimi pak më afatgjatë edhe mi trajnu me kohë, me qenë pas tyre pas do sfidës që kanë. A do të ofrohen online librat ose në verzion digital apo vetëm në versionin fizik? Do të ofrohen edhe digital, po në shtator nuk ke mundësi mi përfundu, përveç libra mësimdhënësve të cilët janë digital. Kurse për nxënës besoj që në talmën do t'jenë edhe digital.
Po si ndikon kodimi në mendimin logjik, në gjithashtu edhe në zgjedhjen e problemeve dhe në kreativitetin e nxënësve në përgjithësi? Pikërisht, domethënë qëllimi i kodimit dhe aktivitetet që në realizu këtu, që të cilat kanë mi bo fëmijët, qëllimin e kanë me ngrit pak mendimin kritik, thjesht me bo ma mendimtar kreativ, që ata me qenë në gjendje me zgjidh probleme të ardhmen, jo vetëm me zgjidh probleme pa e mendu fare dhe pa analizu. Pra, të gjitha aktivitetet, piksynimin e kanë që me ngritat, me zhvilluat shkallësi të fëmijët. Edhe për fond, një mesazh për gjithë fëmijët nxënësit që dëshirojnë me shku drejt kësaj fushë të teknologjisë, studimet. Kjo fushë është shumë e rëndësishme, është qoftë personale, qoftë edhe kombëtare. Unë i ftoj që me zgjedh këtë lëndë edhe me vazhdu tutje ata cilët kanë talent edhe dojnë me mësu, për shkak se është shumë e rëndësishme edhe shpejtimprurse gjithashtu. Faleminderit shumë, falenderojmë shumë që sot ke qenë pjesë e emisionit edhe për krejt informacione që i ndave me ne dhe me shikuesit tanë, edhe po të urojmë shumë suksese. Faleminderit për juve. Shumë faleminderit edhe njëkohësisht do të më falenderoj edhe për kontributin që e ke bërë. Faleminderit shumë. Grazie.